Përshëndetje përsëri. Atëherë jemi live në transmetim dhe tani do të fillojmë me panelin e T-Notes dhe Keynotes, prezantimet. Së pari do të nisim me Ted Hodaj, një ish student i TUMOS, i cili do të na flasë për një temë shumë interesante, art me AI. Okej, po bëjnë një test për audio. Pra, përshëndetje sërish, ju përpëndjes. Unë jam Ted Hodaj, ish student në TUMO dhe student aktual në CIT. Dhe sot do doja të flisja për një prej temave më interesante, teknologjitë më interesante të kohës moderne, përdorimi i inteligjencës artificiale për gjenerimin e artit. AI ka çrregulluar perceptimin dhe fushën e artit, duke treguar metoda të reja të gjenerimit të artit, të krijimit të artit, që më parë nuk mendoheshin që të ishin të mundura. Le të shikojmë së bashku. Bukur. Le të shikojmë së bashku mënyrën se si funksionon kjo teknologji, si ne personalisht mund ta përdorim, dhe të nxjerrim disa konkluzione mbi të ardhmen e saj. Fillimisht, që një AI të mundet që të krijojë art, duhet të ketë aftësi të dallojë artin. Kjo bëhet e mundur duke e trajnuar atë me një seri shumë të madhe të dhënash, që në situatën tonë janë imazhet të cilat ne kemi etiketuar. Gjatë trajnimit, AI mëson të dallojë tipare specifike, si ngjyrat, format dhe stilet artistike. Edhe pse kur e mendoni, kjo nuk është se ka shumë sens. Një AI as nuk e ka konceptin e një stili artistik. Si mund të ta kuptojë ajo? Kjo është e saktë, por trajnimi bëhet bazuar në vlerat RGB të çdo pikseli në një imazh, dhe modeli kupton paternin e lidhur me një koncept. Ne ta ilustrojmë këtë koncept me një shembull. Nëse neve kemi një model AI dhe e trajnojmë atë me një seri të madh imazhesh të veprave të Picassos, ai, në vend që të kuptojë tiparin specifik se si e ka krijuar Picasso rrugën që ka ndjekur gjatë krijimit, ai kupton që një seri pikselash në një grumbullim specifik, me një vlerë ngjyrash specifike, quhet çfarë ne kemi etikuar si një imazh të veprës së Picassos. Pra, deri tani, modeli ka njohuri që të dallojë artin. Ne do donim që ai ta përdoronte këtë njohuri për të gjeneruar art. Që ta arrijmë këtë gjë, ne duhet të shikojmë procesin e difuzionit. Difuzioni është një proces që fillon me një zhurmë të rastësishme. Pra le të imagjinojmë një imazh plot piksela me zhurmë të plot. Piksela pa kuptim, piksela me ngjyra të çuditshme. Dhe e kalon në një imazh të qartë. Gjatë këtij procesi, imazhi përdor njohuritë që ka marrur gjatë trajnimit, pra ka mësuar një patern se çfarë mendon se duhet të jetë një imazh i Picassos, dhe gradualisht e ul këtë zhurmë në imazhin fillestar. Duke ndryshuar vlerat e ngjyrave, duke ndryshuar grumbullimin dhe duke ndryshuar pozicionin e këtyre pikselave. Për ta kuptuar nga fillimi deri në fund se si arrihet gjenerimi i një imazhi ose i artit, le të shikojmë hap pas hapi rrugën që ndjek modeli jon. Fillojmë me kërkesën që ne i japim, ose ndryshe prompti, dhe më pas shikojmë zhurmën që sapo tham e krijon automatikisht modeli. Më pas kemi procesin e difuzionit, që siç tham, modeli gradualisht, hap pas hapi, përpiqet që të uli rastësinë në këtë imazh plot zhurmë, dhe të arrijë paternin ideal që mendon në bazë të promptit ton, është mësuar që të arrijë në trajnim. Dhe më në fund kemi rezultatin final, një imazh të qartër që idealisht, nëse kemi kryer trajnimin në saktë, reflekton kërkesën tonë. Tani që kemi mësuar se si funksionon kjo lloj teknologjie, le të shikojmë se si ne mundemi ta përdorim vetë. Për të ilustruar fuqinë e AI në krijimin e artit, do të krijojmë një shembull me TUMO Center si subjekt. Këtu ne po japim kërkesën tonë ChatGPT-s, që brenda saj përmban modelin e gjenerimit DALL-E 3, i cili është një prej më të fundit në market tani. Është e rëndësishme që të themi që kur po krijojmë kërkesën tonë, ne duhet jemi sa më përshkrues të mundshëm që të kemi saktësi sa më të lartë. Që t'i bijem shkurt, kërkesa jonë në këtë situatë është ne po i kërkojmë një ndërtesë moderne me forma kubash, pra fiksi TUMO Center, me ngjyra shumë të ngjalla. Imazhi rezultat, mund ta krahasojmë këtu me një foto aktuale të TUMOS, është shumë estetik, bazuar në promptin ton dhe na jep një rezultat që ne mund ta ekspektojmë. Ky është vetëm një shembull shumë i shkurtër mbi fuqinë e AI-t
në gjenerimin e imazheve ose të artit. Në fund, le të shikojmë disa konkluzione mbi të ardhmen e kësaj teknologjie. AI ka sjellë një mënyrë të re të krijimit të artit, duke ofruar mundësi të pafundme për artistët dhe krijuesit. Është e rëndësishme të themi që AI nuk mundet që vetëm të jetë një mjet imitues. Nuk ekziston vetëm për të imituar artin ekzistues. Mundet që të përdoret gjithashtu për stile të reja dhe eksperimentale. Gjithsesi, ka edhe disa sfida, të cilat janë çështjet e autorësisë dhe ndikimin në tregun e artit. Pothuajse tërësia e modeleve të kompanive lider në këtë fushë janë trajnuar mbi imazhe të cilat nuk kanë të drejtë të qartë të përdoren. Dhe shumica e këtyre modeleve po përdoren për të zëvendësuar artistë njerëzor në treg, e cila nuk është e pranueshme. Gjithsesi, në mendimin tim, problemet e autorësisë do të qartësohen me kohë. Dhe, le të themi sot ose në të ardhmen, nuk ka asnjë një problem nëse ju krijoni një model vet me kodin tuaj dhe e trajnoni mbi foton dhe artin tuaj. Në të ardhmen, AI ka mundësi të bëhet më e avancuar dhe unë shpresoj më e rregulluar, duke bashkëpunuar me artistët në vend që të përpiqet të zëvendësojë ata. Nëse përdoret dhe krijohet në një mënyrë të përgjegjshme dhe me modesti, unë mendoj se AI ka potencialin që të hapi rrugë për artin dhe krijimin të rinj artistike, në vend që të mbylli ato. Dhe shpresoj, si disa për ju janë krijuesit e të ardhshëm të AI, ju jeni dakord me mua. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Atëherë, tani do të lidhemi me një eksperte, Mariana Prifti Skënduli, e cila do të na flasë për AI-n në edukim. Lidhemi në Zoom. Shpresoj që të dëgjojmë mirë në sallë. Një konfirmim nëse mundet do të ishte akoma më mirë. Po? Do të dëgjoj. Okej, perfekt. Vetëm pak sekonda sa të kaloj edhe slajdet. Besoj që tani jemi okej. Përshëndetje të gjithëve, jam shumë emocionuar për këtë sesion në Tumo, do kisha dashur vërtet shumë të isha fizikisht, por ju përshëndes nga Sofia, Bullgari, ku gjendem aktualisht. E kam përgjegjësi dhe vërtet kënaqësi dyfishe të jem çdo herë në Tumo, sepse është një vend ku kam kaluar shumë kohë, kam dhënë kontributin tim me stafin aty shumë të përkushtuar, shumë urime stafit sot për gjithë mbështetjen dhe për gjithë iniciativë që është mbi të gjitha një mënyrë e mirë për të dhënë formë talentit, pasionit të gjithë atyre të rinjve që vinë në këtë qendër dhe që ndihmojnë për t'i dhënë formë edhe për të rrugëzuar më tej ekosistemin e AI-t në Shqipëri. Sot së bashku do të eksplorojmë diçka shumë intriguese dhe sfiduese njëkohësisht, inteligjencën artificiale, pikërisht atë teknologjinë e zgjuar që qëndron pas rekomandimeve të YouTube-it, TikTok-ut, pas playlistës tuaj në Spotify apo edhe filtrave në Snapchat. Megjithatë, sot do duam të shkojmë çik më tej dhe të flasim për inteligjencën artificiale në sferën e edukimit dhe veçanërisht për ju, brezin Gen Z, që qëndroni në zemër të këtij revolucioni digital. Si fillim, do të ishte mbase me vend të qartësojmë se inteligjenca artificiale nuk është magjike. Dhe për këtë më vjen keq për të gjithë fansat e Harry Potter, sepse në të vërtetë AI është thjesht matematike sofistikuar e maskuar me shumë teknologji të avancuar. AI sot me të drejtë njihet për aftësinë e saj për të njohur pattern-a, për të bërë parashikime, për të krijuar përmbajtje, por ka edhe një problem që po bëhet gjithnjë më evident, fakti që AI po zhvillohet shumë shpejt, po vjen gjithnjë më pranë përdoruesit fundor, e ka bërë akoma më të vështirë të qenurit në një ritëm me teknologjinë, të kuptuarit plotësisht të implikimeve, duke bërë si rrjedhojë akoma më të vështirë edhe rregullimin e saj. Megjithatë,
le ta nisim nga një leksion shumë i shkurtër historie mbi inteligjencën artificiale. Imagjinojeni për pak sikur inteligjenca artificiale ishte një qenie. Dhe lindja e saj daton pikërisht në vitet 50, ku pikërisht kjo fazë do të mund të shikohej si fëmijëria e inteligjencës artificiale. Periudhë në të cilën AI ishte në hapat e saj të parë, ishte ende e re, një disiplinë shumë atraktive, interesante, por pak praktike dhe jo lehtësisht e implementueshme në jetën e përditshme. Kështu që vitet 80 mund konsiderohen fare mirë si adoleshenca e kësaj disipline të shkencave kompjuterike, vite në të cilat u shfaqën teknika të mësimit automatik që ndryshe njihen si machine learning. AI në këtë fazë filloi të mësojë nga sasitë e mëdha të informacionit, të dhënave, duke mbërritur sot në vitet 2000-2025, kur me të drejtë mund të themi që AI ka mbërritur të jetë në një fazë pjekurie, në një moshë pjekurie, fal inteligjencës Gen AI ose AI gjeneruese. Dhe për ta ilustruar atë më mirë, mjafton të imagjinoni ChatGPT-n, apo Gemini, apo DeepSeek, apo Claude, apo Perplexity. Të gjitha këto modele gjuhësore, të cilat me siguri i keni eksperimentuar. Pra, të gjitha së bashku kanë aftësinë për të krijuar tekste, imazhe, muzikë, por edhe shumë më tepër se sa kaq. Kjo teknologji është po aq intriguese sa edhe e komplikuar dhe në fakt sjell plot potencial, por edhe sfida. Nëse do të pyesnit veten se si funksionon Gen AI, do të më lejoni t'ju thoja se Gen AI është e veçantë, pasi ajo mëson përmes një teknologjie dhe teknike të quajtur ndryshe të mësuarit me përforcim. Më lejoni t'ju them për shembull një rast. Imagjinoni sikur do t'ju duhet të stërvisni një qenush. Do t'ju duhet t'i mësoni disa lëvizje bazë, ulu, prit, merre lodrën. Në mënyrë të ngjashme dhe AI do të sillej në kuadrin e Gen AI në këtë mënyrë, duke marrë shpërblim virtual çdo herë që përgjigjet e saj vlerësohen pozitivisht nga njerëzit ose përdoruesit fundor. Pikërisht kjo metodë, e cila quhet reinforcement learning, e thënë me fjalë të tjera, është njësoj si të marrësh like apo vlerësim për çdo sjellje të mirë. Por le të kthehemi pak tek njeriu dhe tek inteligjenca humane, aty nga ku historikisht është frymëzuar edhe vetë inteligjenca artificiale. Do t'ju kërkoja të përpiqeshit për një moment të pyesnit veten se si ju, si human, si njerëz, keni qasjen tuaj ndaj të mësuarit të një instrumenti, fjala vjen, në jetën reale. Imagjinoni, nëse do t'ju duhej të mësoni të luanit për shembull një kitar, si do të vepronit? Me siguri do të vendosnit fillimisht një qëllim, do të zgjidhni një këngë që ju pëlqen, do të kërkoni tutorials në YouTube, praktikoheni vazhdimisht, kërkoni ndihmën e miqve, familjarëve që t'ju dëgjojnë, të asistojnë atë progresin tuaj derisa ju mbrini të arrini atë qëllimin final. Pra, duket e thjesht, por prapa të tërë kësaj qasjeje qëndron një proces të cilin shkencëtarët e quajnë metacognition ose metakognicion, të menduarit apo vetëdia mbi mënyrën se si mësoni. Një nga emrat më spikatur në këtë fushë është profesor Roger Avezedo, i cili ka eksploruar pikërisht këtë aspekt. Mënyrën se si teknologjia digjitale dhe AI mund të mbështesin metakognicionin dhe sipas tij, mjetet efektive metakognitive ju inkurajojnë të mendoni thellësisht për procesin tuaj të nxënit. Ju ndihmojnë të merrni vendime të informuara rreth strategjive të studimit dhe gjithashtu ju mbajnë të motivuar kur vjen fjala për praktikimin e kitarës në rastin konkret, sidomos kur ky proces bëhet i lodhshëm apo qoftë edhe irritues. Kështu që në thelb metakognicioni e transformon të tërë procesin e të nxënit nga një eksperiencë pasive në një udhtim aktiv, strategjik dhe të vetë rregulluar mbi të gjitha. Le të kalojmë më tej dhe mbase në këtë model konceptual që shikoni, do të njihni më shumë aspekte rreth procesit të trajnimit të një chatboti.
AI, siç mund ta shikoni, ose inteligjenca artificiale mëson fillimisht pa mbikëqyrje, më pas njerëzit e udhëzojnë dhe e korrigjojnë atë. Pra, mund ta mendoni si rastin e nxënësit që do të mësoj kitarën, por në vend të YouTube-it dhe aksesimit të tutorialeve të shumta në YouTube, AI ka akses në miliarda faqe interneti. Dhe në vend të miqve apo familjarëve tuaj që shpeshherë mund bezdisen në këtë procesin tuaj të mësuarit të kitarës apo një instrumenti, Gen AI apo një chatbot ka në sfond mira vlerësues njerëzor, të cilët vlerësojnë dhe përmirësojnë performancën e tij. Nga pikpamja shkencore, modelet gjuhësore të mëdha ose large language models shfaqen dhe duken pikërisht si në këtë vizualizim. Është një nga vizualizimet më të fundit që qarkullon në qarqet akademike dhe që vërtet ka bërë shumë buj, është viral, pasi na ndihmon gjithsecilin prej nesh të konceptualizojmë më mirë atë se si duket një model gjuhësor. ChatGPT-ja fjala vjen. Në thelb, këto janë modele që janë të strukturuara në formën e rrjetave të thella neurale me shumë shtresa të ndërlidhura, neuronesh artificiale, që ndjekin logjikën e një arkitekture të njohur me emrin Transformers. Ato trajnohen mbi dhëna masive, duke mësuar modele statistikore nëpërmjet mekanizmave të vëmendjes ose attention mechanisms, që përcaktojnë peshën apo rëndësinë e secilës fjalë bazuar në kontekstin e dhënë. Gjatë trajnimit, këto modele arrin të përsosin aftësitë e tyre duke optimizuar parametrat përmes disa teknikave të njohura si për shembull backpropagation apo gradient descent. Dhe për analogji, që t'ua bëj edhe më të thjeshtë, ta kuptoni edhe ta vizualizoni punën që ndodh në background kur ju përdorni ChatGPT-n, mund të imagjinoni pikërisht një bibliotekë gjigante ku librat arrin të komunikojnë mes tyre, por pa e ditur gjithnjë kuptimin e plotë të asaj që thonë. Pra, ato thjesht janë jashtëzakonisht të aftë në parashikimin e tekstit që pason. Thënë këto, është momenti mbase që t'i bëjmë gjërat pak më të prekshme. Kur flasim për inteligjencën artificiale, ajo nuk është dhe nuk duhet konsideruar kurse si komoditet ose thjesht komoditet. Sepse AI jo vetëm që po na ndryshon të gjithëve, por ndryshon dhe mënyrën se si ne mendojmë. Për shembull, çdo veprim që ju bëni si përdorues fundor online, duke filluar që nga klikimet e deri tek përmbajtjet e ndryshme që konsumoni, është tërësisht kryesisht e influencuar nga AI. Ndaj pyetja thelbësore që lidh në këtë rast është apo e formsojmë ne AI-n apo AI po na formson ne. E me sa duket të gjitha pyetjet rreth AI të çojnë vetëm në një përgjigje, në atë fjalën kyçe që sot është e kudo përdorur, e kudo gjendur dhe që është AI literacy. Fjala AI literacy në fakt përmbledh shumë dimensione, shumë nuanca të mësuarit edhe të nxënit të informacionit edhe të kuptuarit rreth koncepteve të lidhura me AI-n. Megjithatë, edhe koncepti i kompetencës ose aftësisë është ngushësisht i lidhur me AI literacy. Për shembull, të jesh kompetent në AI nuk do të thotë vetëm të dish ta përdorësh ChatGPT-n, por mbi gjitha të kuptosh si funksionon AI, si ndikon ajo në shoqëri, cilat janë implikimet etike, të arrish të shmangësh grackat, për shembull, të besosh verbërisht që çdo gjë që thot një chatbot apo ChatGPT-ja në rastin e një LLM-i është e vërtetë, sepse kujdes, AI deliron. Këtë e bën shumë shpesh dhe kjo njihet ndryshe me termin halucinim ose hallucination. E megjithatë, ka shumë debate sot në qarqet akademike ku pranohet më gjërësisht termi confabulation më shumë se sa termi halucinim, pasi ky i fundit ka më shumë nuanca ndijësore që lidhen me njeriun dhe me inteligjencën njerëzore. Megjithatë, të mësosh me AI dhe të mësosh rreth AI janë dy vektorë shumë të rëndësishëm që i ndihmojnë studentët, mësuesit, prindërit në secilin prej roleve që ata kanë,
që të mbërrin pikërisht këtë nivelin e AI literacy. Shumë shkurtimisht, të mësosh me AI do të thotë ta përdorësh atë si ndihmës, ndërsa të mësosh për ose rreth AI-t është të njohur se si funksionon dhe duke bërë këtë, ju mbërrini të jeni përdorues më të zgjuar dhe krijues më të përgjegjshëm. Megjithatë, le të themi që benefitet edhe dizavantazhet ose rrisqet që lidhen me implementimin e gjerë të inteligjencës artificiale janë të shumta. AI vërtet personalizon mësimin, nxit kreativitetin, e bën studimin më të lehtë, por ka edhe shumë rreziqe, siç është mosbesueshmëria akademike, cënimi i privatësisë dhe zvetnimi i të menduarit kritik. Imagjinoni një brez të tërë që mbështetet plotësisht tek AI. Ky është një skenar shumë fryes, po. Okay. Atëherë, siç po ju thoja, bashkë me rreziqet edhe benefitet, vjen edhe një frymë optimiste dhe fryma optimiste është përmes së cilës ne do duhet që ta përshkruajmë teknologjinë edhe veçanërisht inteligjencën me metodologji, frameworke dhe me shumë teknika dhe strategji përmes së cilave ne mund ta kthejmë teknologjinë dhe veçanërisht inteligjencën artificiale në një partner në gjithë procesin e të nxënit. Në fund, unë në fakt isha e përgatitur që të ndaja disa strategji që i ndihmojnë studentët dhe nxënësit e gjeneratës Z për të optimizuar procesin e të nxënit, për ta kthyer pikërisht AI-n në një bashk udhëtar në procesin e nxënjes, por gjithmonë duke pasur një sy dhe fokus tek paradokset, pyetjet e hapura që mbeten të vlefshme për publikun, duke filluar që nga fakti që ne përballemi dhe do duhet ta zgjidhim, për shembull, si mund ta ruajmë traditën edukative ndërkohë që nxisim inovacionin teknologjik, si mund ta përdorim AI për të rritur efikasitetin, dhe gjithashtu se si mund ta mbyllim këtë hendek social mes njerëzve që kanë akses dhe qasje në teknologji dhe atyre që nuk kanë. Dhe si një këshill përfundimtar, do doja ta mbyllja me këshillën se AI është në fakt thjesht një mjet përmes së cilit shohim pattern-a, por jo qëllimin, shohim të dhënat, por jo ëndrat, shohim veprimet digjitale, por jo ndjenjat tona dhe eventualisht e ardhmja e AI-t dhe e ardhmja juaj është në duart tuaja, ndaj do duhet ta përdorni atë me mençuri, kreativitet dhe mbi të gjitha me shumë përgjegjësi. Faleminderit. Mariana, shumë faleminderit. Asgjë, suksese. I vazhdojmë, lidhemi me Exona Morina Klaudi, e cila do të flasi mbi mënyrën se si AI ndryshon rezultatet e BMI. Exona, je aty? Okej, super. Spari, faleminderit shumë për ftesën edhe faleminderit edhe për prezantimet e kaluara se ishin shumë informative dhe faktikisht e bëjmë prezantimin tem pak më të lehtë. Momentalisht unë jetoj në Boston, kam kryer doktoraturën në neuroshkencë, tani kryeva një vit në MIT në postdoc dhe tash momentalisht jam duke dhënë mësim në Harvard në Intro to Neurobiology. Por sot po ta dëshirë pak me fol për brain-computer interface ose ndërfaqe tru kompjuterike. Edhe para prakisht ju kërkoj falje edhe që kjo është hera e parë që të bëj këtë prezantim shqip, kështu që nëse keni ndonjë pyetje apo keni dëshirë të sqaroj diçka pak më mirë, lutem mos hezitoni veç pyetni. Okej. Apo lëviz prezantimin? Apo më dëgjoni? Nësë bëjmë dëgjoj më. Apo më dëgjon dikush? Can people hear me? Po, okay. Okay, faleminderit. Besoj që mune me te kalu pro pyetje për audiencën se
Unë nuk për ndëgjoj shumë mirë, po pyetje që i kisha ishin, a ka ndëgju ndonjëherë dikush në audiencë për që mundet truni me kontrollu një kompjuter pa prekur asgjë, edhe si mendoni se mund të ndodh kjo. Normalisht nuk jeni nevojë me mendu ma, se do t'ju tregoj une. Pak do me thonë BCI apo ndërfaqe tru kompjuterike, këto janë teknologji që lidhen drejt për drejt, që i lidhin trunin drejt për drejt me një kompjuter, duke lejuar atë të dërgoj ose të marrë informacion pa përdor duar ose zë. Do me thonë si funksionojnë BCI. Do me thonë përbërësit kryesor në një është truri, se truri gjeneron sinjale elektrike kur mendojmë ose lëvizin. Këto sinjale elektrike janë faktikisht neuronet kur komunikojnë mes veti. Tani kemi sensoret që mund të jetë EEG, mund të jetë implante tjera, ka dhe implante që janë vaskulare, do me thonë ka lloj-lloj sensore, dhe këta sensoret kapin këto sinjale që i marrim nga truni. Dhe tani përfundimisht e kemi dhe një kompjuter, apo në këtë moment vjen shprehje inteligjenca artificiale që përpunon këto sinjale dhe i kthen në veprime. Por këto veprime, për me qenë pak ma e sakt, janë shpesh herë për shembull proteza apo mundet me qenë ndaj veprim tjetër pas veprimeve në kompjuter. Më thonë si kursorin apo minin që mundën me lëviz. Dhe BCI tani këto sinjale si me thonë, i përpunon përsëri, do me thonë truni prap i gjeneron këto sinjale, sensoret e kapin e përkthejnë këtë kodim të trunit, edhe përsëri e përpunon në një gjuhë që kompjuteri mund ta kuptoj. Një shembull praktik është, imagjinoni dikë që e lëviz një kursor në ekran vetëm duke menduar për të. Këto gjëra ndodhin sepse sensoret, si për shembull EEG, lidhen me këto sinjale që i kemi në korteks apo pjesa sipërfaqësore e trunit. Dhe që ato sinjale tani që përkthehen pikërisht në këtë shembull si kursor në ekran. Këtu ishen i do shembuj, do me thonë këto dy foto që ishenin këtu nalt janë shembuj të EEGs dhe kjo është metoda, si me thonë, më e sigurt e jo invazive, po tani keni edhe BCI që janë me implante, si kjo foto jap këtu poshtë, dhe këto vendosen brenda trunit dhe për ma shumë precisión, edhe për të kapur, si me thonë, këto pjesë të trunit që janë më thellë. Një shembull i një kompani që i bën këto implante, ndoshta keni dëgjuar për Neuralink, po është edhe një kompani tjetër që ka emrin Precision Neuroscience, dhe pikërisht për Precision do të flas shkurtimisht. Do me thonë si e përdor Precision Neuroscience inteligjencën artificiale. Së pari i shfrytëzohet AI për interpretim sinjaleve nervore. Do me thonë pajisjet e kësaj kompanie ka emrin Layer 7 Cortical Interface. Kjo pajisje i kap të dhënat të detajura nga truni përmes një rrjeti elektrodash të imta. Nëse kthena shpejt, do me thonë kjo fotoja këtu poshtë e tregon pikërisht atë implantin. Dhe tani AI përdoret faktikisht për të dekoduar këto aktivitete të trunit, do me thonë këto sinjalet elektrike që i nxen faktikisht ky implanti, që ato sinjale tash duhet mu përkthy në një mënyrë që mundet kompjuteri mi kuptu. Tani AI shfrytëzohet edhe për me përmirësu saktësinë e sinjaleve, se shpesh herë, siç besoj mundi me paramendu, nuk janë sinjal shumë qarta, se kemi 100 bilion neurone, edhe AI shfrytëzohet për mi bë këto sinjale shumë më të sakta, me thonë për me përmirësu interpretimin e sinjaleve. Në 2, përpunimi i dhënave në kohë reale, do me thonë AI ndihmon në analizim e menjëhershëm të dhënave nervore, duke mundësuar kontrollin e protezave, si që përmenda më parë, do me thonë njerëz mund të lëvizin gjymtyrë artificiale, vetëm duke menduar për atë.
Do me thonë kur tham vetëm duke menduar, ti normalisht, ose njeriu normalisht duhet me mendu për atë lëvizje. Dhe kur mendon në një lëvizje të caktuar, ato sinjale që i jep truni e ka një lloj s'pedi fjalën tash që pattern që mund ta mësoj kjo inteligjenca artificiale dhe tani e përkthen. Këtu edhe kjo edhe shfrytëzohet për ndihmë në komunikim, do me thonë personat me dëmtime neurologjike mund të përdorin AI edhe për të komunikuar përmes kompjuterave ose pajisjeve të folurit. Edhe në fakt tash e kanë fillu dhe me shfrytëzu ChatGPT për këtë punë që të lehtësohet komunikimi edhe më shumë. Tani edhe mendimin e machine learning, precision neuroscience, personalizon sistemet e saj PCI për secilin përdorues, do me thonë aty ki mësim adaptiv, që do të thotë se sistemi mëson dhe përmirësohet në bazë modeleve unike të aktiviteteve të trunit. Do me thonë secili person i ka ato aktivitetet sado pak ngjashme, po edhe janë ka ndryshime pak më sakta prej trurit në trut tjetër. Do me thonë këtu tani vijnë ato përshtatjet individuale, se këto PCI optimizohen për përdoruesit për të siguruar performancë maksimale, dhe në fund analiza e të dhënave klinike, do me thonë AI përdoret edhe për të analizuar këto të dhëna nga provat klinike për normalisht me identifiku modele dhe trendet reja edhe për me parashiku efektivitetin e këtyre implanteve. Këtu e kam një video të shkurt, një shembull për precision neuroscience, por nuk e di qysh jam me kohë. A kemi kohë me këtyra, apo veç të vazhdoj? Okej. Veç po vazhdoj, pra. Pse është e rëndësishme BCI? Me thonë mjekësi ndihmon njerëz me paralizë të komunikojnë ose të lëvizin proteza robotike. Shfrytëzohet edhe në lojra dhe në argëtim, do me thonë lojrat e armës mund të luhen vetëm me mendime, po edhe njerëz që janë paralizuar shpeshherë i testojnë mënyrë të argëtimit. Dhe në shkenca në kërkime mund të ndihmojnë në kuptimin më të mirë të trurit, edhe në të ardhmen, pyetja është që a mund të komunikojmë ndoshta një ditë me njëri tjetrin pa folur. Po. Po. Jo, s'ka problem. Duke të isha të fundi, përfundimi që. Po vetëm kisha pyetjet a do të përdornit një pajisje BCI për të komunikuar më shpejt për audiencën, çfarë mendoni se do të ndodhë me këtë teknologji pas 20 viteve. Dhe tani vetëm mbyllja ishte që BCI është një teknologji revolucionare me potencial të madh për ndryshuar jetën, por sfidat e saj mbeten shumë të mëdha. Faleminderit shumë. Tani, për ta përmbyllur këtë pjesë të konferencës, pra pjesa e T-Notesave dhe Keynotes, do ftojmë Marisin, i cili do të flasë për të ardhmen e inteligjencës artificiale. Maris? Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Maris Basha, jam themeluesi i NIV-it, do shihni aty poshtë. Jam dhe kërkues shkencor në ETH Zurich dhe sot do flas për të ardhmen e inteligjencës artificiale këtu në TUMO. Okej, këtë prezantim mund ta kisha bërë për se si AI do jetë më e zgjuar se çdo njeri në 2026, ose sa e zgjuar do jetë AI në të ardhmen, ose sa bullëk do kemi ne kur të bëhet AI shumë e zgjuar, ose se si mund të na vrasë AI të gjithëve. Por që unë mendoj se ardhmja ndërtohet duke zgjidhur probleme dhe është thjesht duke imagjinuar. Të shpreh me shumë gjasa e kam thënë unë për të parë. Prandaj unë do i flas për 4 probleme që janë sot në AI, që ju si të rinj
do ta keni objektiv në 10 vitet e ardhshme t'i zgjidhni. 4 këshilla për të qenë i suksesshëm, nuk do jetë nga këto guru e tjerë. Edhe 4 drejtime në të cilat ju mund të nisni sot që të arrini të zgjidhni këto 4 problemet në të ardhmen. Problemi i parë kryesor është shpejtësia e përpunimit përkundrejt cilësisë. Nëse ne përdorim ChatGPT-n, ka shumë kosto, domethënë ato përdorin hardware specifik që quhen GPU dhe janë shumë të kushtueshme. Prandaj ChatGPT-ja ose kompania OpenAI ka humbur $5 miliard vjet pra po djeg lek. Dhe është gjë që kushton shumë. Nga ana tjetër, modelet që mund të përdoren në telefon, pak këto GPU-t janë shumë të dobëta. Për shembull, Phi 3 quhet një nga këto modelet. Dhe kompania e ardhshme që do ketë $1 trilion, do jetë një kompani e cila arrin të zgjidhë këtë problemin, që është të kesh cilësinë e një modeli si GPT 4.5 për shembull, pa pasur nevojë për GPU. Ky është një problem shumë konkret dhe shumë i rëndësishëm. Problemi numër 2, robotët. Kush arrin të krijojë një model AI i cili është multimodal, pra pranon disa inputet ndryshme, pra mund të përpunoj gjuhën, mund të marrë vendime, mund të kontrolloj trupin, mund të dëgjoj, mund të kthej përgjigje me zë, mund të bëj analizë të imazheve në video dhe të analizoj botën 3D. Ky produkt që sapo ju shpjegova që nuk ekziston sot, kush do arrin ta bëj, do jetë produkti më i shitur në historinë e njerëzimit. Dhe prap mund ta bëni ju nëse punoni. Kjo do jetë shpika e shekullit 21, që është vetë përmirësimi. Nuk ekziston asnjë AI që mund ta bëjë këtë gjë sot. Ne njerëzit mund ta bëjmë, mund të marrim një libër, mund të lexojmë, ndërsa AI-n për ta vetë përmirësuar nuk e di njëri si bëhet. Por që ta trajnosh, duhet japësh shumë informacione, pastaj e stopon dhe i thua, "Ok, tani përgjigju pyetjeve të mia." ChatGPT-ja nuk ja ka iden se çka ka bërë një chat pasi mbyllet ai chat. Ose vetë gjatë chatit. Ky do jetë zbulimi më i rëndësishëm i shekullit 21. Okej, kjo është një gjë që po bëjmë ne në Zyri, dhe foli dhe Exona, është ndërfaqësimi i AI-t me trurin dhe sot AI ka aftësi të lexojë, të dekodojë mendimet në tru. Për shembull, Neuralink që pat, ose ajo që po bëjmë ne në Zyri, që është të nëpërmjet mendimeve të zogjve ne arrim me disa elektroda që të shohim çfarë është duke menduar zogu në këtë rast edhe të rikrijojmë atë që zogjt këndojnë ose mendojnë, thonë sa. Kush arrin të bëjë diçka të tillë, por që edhe të stimulojë trurin ose t'i bëjë të mësoj, dhe kjo do jetë gjë shumë e madhe ku ne se dim sot si mund bëhet. Tani kalojmë te 4 këshillat. Këshilla numër 1 është që do jetë shumë e vështirë të bëhet secila nga këto për çdo gjë e rëndësishme në jetë. Nëse do ishte lehtë, do e kishim bërë të gjithë edhe nuk do kishte vlerë. Do të jesh shumë i disiplinuar që të arrish edhe do të punosh edhe kur nuk të bëhet për të punuar, jo vetëm kur është qef. Atëherë është shumë e thjeshtë për gjithë. E dyta është që mos dorëzohesh, se nuk është e pamundur të bëhet. Ata që dorëzohen, thjesht dorëzohen dhe humbin edhe ata që nuk dorëzohen i bëjnë këto gjëra dhe fitojnë. Dhe ju nuk duhet dorëzoheni. Gjë e tretë, që nëse ke nevojë për motivim, nuk duhet ta bësh. Domethënë, çfarë do gjëje duhet ta kesh motivimin ti vetë, se nëse duhet shty dikush për ta bërë ato ose je për tac, nuk do fitojnë ata të tjerë prapë. Dhe gjë e katërt është që duhet rish me njerëz me të njëjtat ambicie, unë prandaj rri me Gysin që iku. Okej. Shumë fejt, po flet telefonësh. Pra duhet kaloni të 20-at tuaja që se besoj t'i keni arritur akoma. Me njerëz që ju përmirësojnë diet, jo me njerëz që ju mbasin kohën, sepse ndryshe do arrini në fundin e 20-ave dhe do kaloni të 30-at, cilat unë nuk i kam arritur akoma, mendoj, duke ndjekur diçka që nuk do keni më kohë. 20-at janë shumë të rëndësishme për këtë. Tani boll me duke i dhënë sugjerime ose ide.
katër drejtime në të cilët ju mund nisni punë sot, e para fare është gjë më e rëndësishme të dini matematikë dhe fizikë. Nëse nuk dini matematikë dhe fizikë, lareni fare, mos u merrni me AI. Ai poshtë është një libër shumë i bukur për matematikën e deep learning. Pra gjithë këto që lexoni ju ose ju kam prezantuar deri tani, ai libri është shumë i rëndësishëm. Gjëja e dytë është duhet të mësoni pse në çdo gjëje. Nuk ka, domethënë, nëse nuk di pse diçka punon ose se si punon, nuk keni për ta zgjidhur asnjëherë nga ato katër problemet që unë thash. Mund dini ti përdorni, mund dini ti replikoni etj, por nëse s'dini pse punon ose pse s'punon, nuk keni për të arritur. Aty poshtë është një libër nga Judea Pearl, The Book of Why, dhe ju mëson se si të mendoni në përgjithësi për të arritur të gjeni psen. Gjë e tretë që është shumë e rëndësishme, është shumë e bukur të flasësh, por duhet të implementosh gjërat në praktikë. Ky personi këtu quhet Andrej Karpati, është ish drejtori i Teslës për AI, është një ndër njerëzit më të zgjuar në botë. Mund ta ndiqni në YouTube, ka tutoriale se si kodoni LLM etj. Dhe duhet të përdorni AI për të ndihmuar, jo për ta bërë gjë në vendin tuaj. Është gabimi më i madh që mund të bëni, sepse nuk keni për ta mësuar. Mund të gënjeni përkohësisht mësuesit ose ku di unë, prindërit ose, po do gënjeni edhe veten këtë gjë dhe nuk është mirë të gënjesh veten. Okej, kaq kisha përgatitur unë. Faleminderit.